إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Me të vërtet lavdërime dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Vazhdojmë ngjarjen me historinë më të bukur në Kur'an, me ngjarjen e Jusufit alayhi salam. E cekëm se si Jusufi alayhi salam e pat sprov Zulejhan, gruan e ministrit, ku e ftoi edhe deshti me arrit me bë zina me ta, mirë po ai nuk pranoi. Pastaj I zoni të dytë, prap sprov tjetër ka kur I zoni ministri edhe Jusufin alayhis salam, të cilin e kishte rob, të cilin e kishte skllav, edhe gruan e tina. Pastaj kush I kishte fajet? Kmisha ishte shkoqur prej përpara apo prej përmas. Tër pallati, tër paria, tër gratë e princave, gratë e ministrave nisën me fol edhe me marr na përgoj Zulejhan, gruan e ministrit. Nisën me përshpërit se si gruaja e ministrit ishte dashuru tek skllavi, tek robi. Të gjithë gratë që ishin më të larta të asoj kohe, gratë e princave dhe të ministrave, të çudit se si gruaja e ministrit mu dashuru tek Jusufi alayhi salam. Natyrisht që Zulejhaja kur nisi me dëgju se këto janë duke e marrë na përgoj, se këto janë duke fol keq për Zulejhan, nisi me ardh keq Zulejhas, se çka janë duke fol këto për mua. Edhe dëshironte që me shfaqsu veten e vet, se unë nuk jam konfajtore. Edhe tash po mundohet mi apo një kurth grave. Ju tregu se edhe ju mu kanë lëkurën teme edhe ju njëjtë kështu kishit bën. Vendosi që gratë e ministrave, gratë e princave, krejt gratë e pallatit presidentit, kryetarit asaj kohe, mi thirën në gosti. Pi thirë krejt gratë. Krejt gratë e Paris. Edhe pi shtron ushqim, pi jep mish, pi jep fruta, pi jep kalithik që mi prej frutat. Edhe kur po hin gratë e mbretit, kur nisin me hangër, Zulejhaja peshtin mesin e grave, peshtin në atë vend, ku ishin kanë edhe gratë e tjera. Kur e shohin gratë Jusufin alayhi salam, mahnitën prej bukurisë të tina, se sa I bukur ka qenë Jusufi alayhi salam. Çuditën, habitën me një habi shumë të madhe, po nuk din edhe çka me bë. Duke I qeru frutat, duke I qeru pent, I prejnë edhe durët e tyre, prej habis të madhe, prej pavedijes të madhe, prej mahnitjes që e patën duke e shiku Jusufin alayhi salam. Edhe pastaj pjo thot Zulejhaja, a pe shifni? Ju e pati një herë Jusufin, ndërsa këshish ka banë ti prej të dhejnat, ndërsa unë që e shoh për ditë,
Kështu ju tha Zulejha grave. Dhe për thonë ti s'pas ke pas faj. Thot Allahu ti qofsh mi fal. Ky nuk është njeri. Ky është melek. Ky është angel. Ky s'ka njeri I thjesht. Ky qenë ka shumë I bukur. Zulejha me këtë u mundua që të arsyetohet para grave. Se nuk ishte pas faj. Se qashtu e kishte pas gjendjen. Pastaj, akoma vazhdon sprova për Jusufin alayhi salam. Zulejha nuk ndalet, prap I kërkon që t'i afrohet Jusufit alayhi salam dhe të bërë marrëdhënie me ta. Mirë po Jusufi alayhi salam po largohet. Po largohet edhe nuk e pranon asesi që t'i afrohet grua së huaj. Dërsa tash Zulejhaja pi thot ti tash I ki dy zgjidhje. Ose ki me bë zina me mu, ose ke me bë marrëdhënie me mu, ose ki me hi në burg. Ndërsa Jusufi alayhi salam e pranoi me hi në burg vetëm mos me hi në gjëna. Se burgu është një sprovë kësaj bote, ndërsa gjënahi është një sprovë shumë e madhe që ja shesherin këtë botë, po akoma më shumë ja shesherin edhe në botën tjetër. Jusufi alayhis salam ishte I vendosur në fjalët e veta. Kur thonte diçka, edhe ata e bënte. Kur nuk donte me bë diçka, nuk kurkush me shti me bë atë. Edhe pi thotë o Zot, burgu im është më I dashur se sa zinaja e ofruar nga ato. Burgu thashtë më I mirë për mua se sa unë me hinë gjëna. Jusufi alayhis salam e luti Allahun subhanahu wa taala dhe Allahu ja pranoi lutjen e Jusufit alayhis salam. Dhe e mbrojti Jusufin alayhis salam prej zinaje. Edhe na do të me kërku mbrojtje prej Allahut, që Allahu më na mbrojt prej zinas, më na mbrojt prej shikimit në haram, prej dëgjimit në haram, prej prekjes në haram. Dhe na do të me lutë Allahu non stop. Allah mbrojëm prej harameve, mos më raun gjinaje, mos më raun harame, me kërku ndihmën e Allahut, se Allahu na ndihmon kur na kërkojnë ndihmë prej Tij. Jusufi alayhis salam tash u fut në burg. Edhe u fut në burg pa faj. Kurse pranoi zinan me bë marrëdhënie me Zulejhën, me gruan e ministrit, tash gruaja e ministrit po kërkon prej ministrit, po kërkon prej burrit të sajna, shtin e këta në burg se ky nuk është për këtë vend. Edhe burri pengon gruan, ministri pengon gruan e tina dhe pe fut Jusufin alayhis salam në burg pa faj, pa pas kurrë farfaji. Erdhi koha që mos provu prap Jusufi alayhis salam. Sprov pas sprove, shëra pejgamberi Allahut, sprov pas sprove, prej një sprovë në sprovën tjetër. Tani sprovë neve na bjan minjarën në patos bina. Do të më marrë shembull pejgamberit të Allahut se si kanë duruar sprova. Ka bërë sprova pas sprova. I ka kaluar një sprovë, I ka ardhur sprova tjetër. Kështu është dunjaja, është e mbushur me sprova, ndërsa jona është me sabër. Mi marr shembuj pejgamberit të Allahut çish kanë duruar, çish kanë sabër, edhe kanë dalë fitimtar, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Se durimtari sa herë fiton. Nuk humb asnjëherë. Jusufi alayhis salam nuk u shqetësua, nuk u bë arrogant dhe nuk nisi me bërtit ose musit me vrarësi që unë kum hin burg pa faj. Më ka ndodhur kjo dhe kjo. Hini në burg. Edhe nisi musil në mënyrën më të mirë me të burgosurit. Nisi musil but me ta, nisi mi thirr në Islam. Këshire muslimani, ku do që është I dobishëm. A është I jashtë, është I dobishëm. A është në burg edhe në burg është I dobishëm. I thirr njerëzit në Islam. Te muslimani silla ka ta sillsh prapë është në hajër, dhe është në begati dhe është në mirësi, edhe në burg I del hajër, se pi thirr njerëzit në fe. Pi thirr njerëzit në Islam. Po bash thirrës në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po s'parja Jusufi alayhis salam nisi mi thirr njerëzit me vepra në Islam. Me etikën e tina, me sjelljen e tina, se daveti me vepër ndonjëherë ose shumë herë ka vlerë më të madhe se sa daveti me gojë. Sa njerëz e kanë pranuar Islamin, sa jo muslimanë kanë pranuar Islamin për shkak të cilës mirë një muslimani, për shkak të butësisë që ka pas ndonjë musliman, që I ka dhënë shembull atij muslimani, që muslimani me marr shembull, që muslimani që sillet, që muslimani që fol fjalë të mira, që muslimani që është I sjellshëm, që muslimani që është I drejtë dhe si ban padrejtia askujna. Pra me bë
me bë davet, me bë thirrje me veprat e tona, me sjelljen tonë që e kemi karshi jo muslimanëve. Pastaj pse jo, me bë davet edhe me gjuhën tona, mi thirr njerëzit në islam, mi thirr njerëzit namaz, mi thirr njerëzit në vepra të mira. Kjo është misioni i pejgamberëve, kjo është edhe misioni i hoxhallarëve, po kjo do të jetë edhe misioni i xhamatit që mi thirr njerëzit në islam. Nëse vetë falësh, mi thirr edhe të tjerët mu fal, mi thirr edhe të tjerët në udhëzim edhe në vepra të mira. Me Jusufin a.s. u futën në burg edhe 2 djalmosha, edhe këto ishin nga pallati mbretëror. Njëri ka qenë kuzhinier, ndërsa tjetri ka qenë shërbëtor apo kamarier. Këto dy kanë desh me bë kurth mbretit. Kanë desh me helmu mbretin. I ka diktu mbretit dhe i ka futur dy në burg. Kjo ngjarje tash, këto që i ka futur në burg, kuzhinierin e mbretit edhe kamarierin, në këtë kohë ka hyrë në burg edhe Jusufi a.s. Po janë përshtatë në aspektin kohor. Një natë, këto 2 persona që kishin qenë në pallatin mbretëror, e kishin pa nga një ëndër të çuditshme dhe ja treguan Jusufit a.s. Ai që kishte qenë kamarier, apo që i kishte shërbim mbretit me hallër me pi, thot, kam por ëndër se mbolla një fidan rushi. Ai u rit, bëri 3 kalavesh rush, të cilën i mora, i shtrydha dhe bëra lëng rushi, që i afrova mbretit për ta pirë. Ndërsa tjetri, që kishte qenë kuzhinier, thot, un kam por ëndër se kisha mbi kokë një enë, mbi të cilën kisha buk, nga e cila hanë zogjt apo shpezët. Ata i thonë tash, apo na tregon komentimin e këtyre ëndrave që na i kina pa. Se Jusufi a.s. ishte njeriu i ditur, ishte njeriu i urtë. Allahu i kishte dhënë urtësi. Edhe i thonë, na tregon komentin e këtyre ëndrave që i kina pa na. Jusufi a.s. t'ja u tregon komentin e ëndrave. Pasi që Jusufi a.s. ju foli këtyre për tauhidin, për njohurinë e Allahut, dhe i thiri shokët e tij në islam, filloi m'ja u shpjegu ëndrën. I thotë, o shokët e mi, njëri nga ju kishte për qëllim atë që pa në ëndër se po shtrit të lëk rushi dhe po i afronte mbretit, thotë do të lirohet nga burgu. Edhe do të futet prapë në pallatin e mbretit, ku do t'i shërbej mbretit zotërisë atina, duke i ofruar pije të ndryshme, ndërsa ky tjetri që kishte pa në ëndër se mbi kokën e tina kishte buk nga e cila hanin shpezët, thotë ky do të vritet dhe do të gëzhdohet. E këtij që ka mu kthy prap, ka më pështu dhe ka mu kthy prap në pallatin e mbretit, Jusufi a.s. thotë, kur të dalësh nga burgu, kur ta takosh prap mbretin, tregoj atij se në burg ka njerëz të pafajshëm. Tregoj se këtu ka njerëz të pafajshëm që kanë hyrë pa hak, që kanë hyrë pa të drejtë. Mirë pa, si doli prej burgu e haroi Jusufin a.s. Duke u marrë me punët e veta, me obligimet e veta, e haroi Jusufin a.s. Kështu deshti shejtani. Shejtani deshti që ky njeri me haru Jusufin a.s. Se Jusufi a.s. nëse qëndronte në burg akoma më shumë, kish mi ftu njerëz akoma më shumë në islam, kish me bë davet akoma më shumë. Jusufi a.s. qëndroi në burg edhe disa vite. Thuhet se 5 apo 7 vite. Natyrisht që ka ndodhur dihet se ndodh me caktimin e Allahut. Allahu kur na sprovon diçka, ndodh me caktimin e Allahut, edhe me hin burg është me caktimin e Allahut, edhe me dal prej burgut është me caktimin e Allahut, kjo është provë. Thuhet se kur Jusufit a.s. ju afrua koha për me dal prej burgut, mbreti e pa një ëndër. Për çka Xhibrili a.s. zbriti poshtë në tokë, i dha selam Jusufit a.s. dhe i dha mynjë se ti ke me dal prej burgut edhe ke me shpëtu prej burgut. Duke i thonë, Allahu ka për të nxjerrë nga burgu dhe ka për të bërë zotërinë në tokë. Kanë për të përulur mbretërit dhe të gjithë të tjerat, edhe vëllezërit e to që më herët banën zullum, gjujtën bunar, edhe vëllezërit e to kanë me të përul ty, kanë me të respektu ty. Pastaj myshdheje, mbreti në këtë natë e shë një ëndër. Edhe një ëndër shumë të çuditshme, ku i thret të gjithë njerëzit e tina, ministrat e tina, njerëzit e dishëm që i ka pasur kolla, kur kush nuk mund të mja komentu këtë ëndër që e kishte pa. Mbreti e pa ëndër se 7 lopë të majme dolën nga një lum i thatë dhe pas tyre dolën edhe 7 lopë tjera të dobta të lodhura që ju afruan atyre të majmeve dhe filluan t'i hanin nga bishtat e kështu me radhë në tërë trupin. Pastaj
Pas e 7 kallinjeve të gjelbërt, u erdhën 7 kallinj të thatë, ju afruan atyre të gjelbrëve dhe i hëngrën të gjithë duke mos lënë asgjë. Këtë ëndër e pa mbreti. Edhe po li për njerëzve që m'ja komentu dikush këtë ëndër se ishte i shqetësuar mbreti. Se çka ka më ndodhur me mua, kum pa një ëndër, nuk e di çfarë domethënie ka. Si pe përmend fjalën ëndër, ky personi që kishte qenë në burg me Jusufin alayhi salam, min njeri kujtu Jusufi alayhi salam i tregon mbretit, unë e di një person që i komenton ëndrat, ma ka komentu ëndrën tëmë dhe kështu ka dalën. Edhe ashtu dul ëndra atina. Ai dul prej burgut edhe prapë u kthy në pallatin e mbretit, edhe u bë shërbëtori i mbretit. I dul ëndra që ja kishte komentuar Jusufi alayhi salam dhe pi tregon se ëndra që më ka komentuar ai, më ka dalë mua. Vetë ata se edhe ëndra që ka me ta tregu ti komentimin ka me dalë edhe ty 100%. Edhe po ja purdhër mbreti po thotë shko, edhe pyete këtë person. Pyete Jusufin alayhi salam. Jusufi alayhi salam pia tregon ëndrën. Edhe mbreti po mahnitet me komentimin e ëndrës që ja bën Jusufi alayhi salam. Jusufi alayhi salam nga ëndra kuptoi se çështja shumë serioze. Andaj pa e pyetur fare personin, mi thon, pse bën nuk i thove mbretit unë sa vite mbeta në burg. Pse bësi thove mbretit për mua, a thash mi thon për mua se këtu ka njerëz pa fajshëm, si tha Jusufi alayhi salam veç. Kur e pa se çështja është serioze, ai më një hadisi më komentua ëndrën. Dhe e mor komentimin e ëndrës ky person edhe po shkon tek mbreti. Mbreti po manitet edhe po çuditet me komentimin e ëndrës. Edhe po thot, sjellë këtë person këtu te unë. Ta thojë këtë komentim, të ma tregoj këtë komentim live, para syve të me. Po manitet të mbreti. Pas këtyre 7 viteve, do të vi 7 vite që janë vite të bereqetshme. Pas 7 viteve kanë marrë vite të thata. Edhe ky person, mbreti do më thonë, mbreti edhe shërbëtori i mbretit, pe marrin tash komentimin e ëndrës që ja bën Jusufi alayhi salam. Edhe mbreti pe pranon tash Jusufin alayhi salam. Pe nxjerr prej burgut. Edhe pe afron afër vetë, shumë afër vetës Jusufin alayhi salam, pranon prej skllavi që ka Jusufi alayhi salam, prej robit, tash u ngret me një vend të lartë, njëjtin vend, njëjtin pallat, njëjtën presidencë. Prej robit u bë një njeri i lartë, Jusufi alayhi salam. Ka vendosur mbreti me bë këshilltar të tij Jusufin alayhi salam, që me këshillu për çka ka nevojë. Edhe pe bën prej njerëzve të tij më të afërt. Komentatorët e Kuranit kanë thënë se pas Jusufi alayhi salam ja komentoi ëndrën, ky çuditur tha, ç'mendon ti se çka do të më vepru na tash? Pe vet mbreti Jusufin alayhi salam, njeriu e urtë, njeriu e dijshëm. Tash kena mi pas 7 vite të bollshëm, pastaj 7 vite thata, çka do të më bën atash? Jusufi alayhi salam pe këshillon, në këto 7 vite të bereqetshme që kena me pas bereqet, na kena më hëngër ka pak, mirë po kena me mbledh, kena me rujt drithin, kena me rujt grurin, kena me mbledh në depo. E kur të vini 7 vite të thata që ka me pas varfëri të madhe, thatësi të madhe, na pastaj kena me nisë edhe e shes me drithin, e shes me grurin, se kena me bolluk. Mirë po tash pe vetë mbreti, kush ka me menaxhu këta? Jusufi alayhi salam pi thot, më bëj mua thot përgjegjës të depove. Vërtet thot, unë jam besnik dhe shumë interesuar për të mirën e vendit dhe di të menaxhoj mirë. Pra këtu i paraqiti 2 cilësi Jusufi alayhi salam. E para është dia, e tjetra është besnikëria. Me një biznes ose me një punë, do të më pos edhe dije, edhe besnikëri. Dija pa besnikëri nuk shkon, ti pa djava ki dije kur e tradhton punën, ose e tradhton punën ku je duke punu, ose nuk i dije, ama je besnik, pra puna nuk hec. Ndërsa Jusufi alayhi salam kishte të dyja, kishte edhe dije, kishte edhe besnikëri, ishte njeri i mirë i sinqert. Thuhet se mbreti ja dorëzoi kurorën e tij Jusufit alayhi salam, vulën dhe fronin e tij prej ari, por Jusufi alayhi salam nuk pranoi asgjë. Ashtu siç thuhet se mbreti e shkarkoi ministrin e deri atëhershëm që ka qenë, burrin e Zulejhas. E shkarkoi dhe e moroi Jusufin alayhi salam. Pra, prej rob
Jusufi a.s. Mritin këshilltar e u bë ministër. Çfarë gjendje? Kështu njëri qysh arrin lart duke bë sabër dhe duke bë durim. Nuk u qartë Jusufi a.s. se më kishte më burg pa hak, pa të drejtë. Vazhdoi rrugën e tina, vazhdoi misionin e tina dhe Allahu i dha bereqet. Pasi kaluan 7 vite të bereqetshme dhe filluan vitet të thatësirës, në tër Egjiptin u përhap thatësi e madhe, varfëri e madhe. Sa që varfëria u përhap akoma më shumë, u përhap edhe në Palestinë. Jusufi a.s. nisi me shit drithrat, me shit grurin. Edhe për këta dëgjoi edhe Jakubi a.s. Palestinë. Dëgjoi se një ministër apo një njeri në një vend të caktuar në Egjipt shet drith dhe shet grur. Edhe piqon 10 djemtë e tij na Jakubi a.s. Po të shkonin në Egjipt, shkonin në filan vendin me shku me marr gru. Murën mall çka kishin 10 djemtë e Jakubit a.s. Me shku dhe me ndru mallin çka kishin me grurin që ishte në Egjipt, që ishte në depot e Jusufit a.s. Vëllezërit e Jusufit a.s. u nisën djemtë e Jakubit, 10 djemtë u nisën për me shku. Mirë po se dini ku janë të shkua. Se dinin se kush kam i prit aty. Se dinin që është vëllau i tyre Jusufi a.s. Jusufi a.s. në atë kohë ishte i veshur me një veshje të ministrave. Kur e panë vëllezërit asi ka shku në mendje se mundu të bëkon vëllau i tyre Jusufi. Kishte një veshje të veçantë Jusufi a.s. Mirë po Jusufi a.s. i njohur me një herë. Se kur e hodhën pos Jusufin a.s. ka qenë i vogël, kur derisa u rit Jusufi a.s. ka ndryshuar shumë. Ndërsa ato 10 djemtë, 10 vëllezërit e Jusufit a.s. kanë qenë burra dhe kanë qenë të mëdhej. Dietarët kanë thënë se pas Jusufi a.s. i njohu, natyrisht nuk i tregoi atyre më njëherë se a dini se unë jam vllau juve. Kështu ku kam mri unë edhe kështu ku jeni ju. Nuk ju thashtu Jusufi a.s. Edhe për vetë Jusufi, pse keni ardhur këtu? Ato thonë kena ardhur për drith. Për thot, a mos jeni ju spiona? A mos jeni ju shpiona? Thot, jo, thot, na, Zoti mos e dhant, na nuk jena ashtu. Thot, ne jemi nga veni Kenan. Babau jonë është pejgamber. Na jemi 12 vëllezër. Një vllau na është duk dhe ka humb, dhe një vllau është Benjamini, është tek babai, tek Jakubi a.s. Edhe na kena ardhur me marr drith të te. Ato po marrin drith tash, po marrin gru. Pendrojnë mallin që e kanë pas me drith edhe me gru. Mirë po pjo thot Jusufi a.s. kur dini të tërë me marr edhe Benjaminin me veti. Se Jusufi a.s. kur kanë shku njerëzit me marr gru, i kanë ngarku vetëm sa mundet me bajt një deve, jo ma shumë. E tash, këto janë kanë 10 vëllezër. Jusufi a.s. i kanë ngarku jo 10 deve, po 11 deve edhe për Benjaminin. E thot, kur të vini herën tjetër me pru dhe Benjaminin këtu, me di që ju jeni të besueshëm dhe sini duke rajt. 10 vëllezërit pasi e panë seriozitetin e Jusufit a.s. e thojnë, ta jak me besën se na kina mu mundu me bint Jakubin a.s. babajin tonë që na me marr Benjaminin dhe herën tjetër kur dina me pru pa tjetër këto. Mirë po, kur shkun prej Egjiptit, kur shkun në Palestinë, vëllezërit atë shkun të gratë e veta. Direkt e Jakubi a.s. pishkojnë dhe pitregojnë se kështu kina marr drejt, kina marr gru. Edhe ka thonë mbreti, ka thonë ministri, që pa tjetër kur shkojnë në herën e ardhshme, me marr prap, do të me marr edhe Benjaminin. Mirë po, si pja përmenin këta, Jakubit a.s. pikujtot me një ngjarje e Jusufit, se çka bënë vëllezërit me Jusufin a.s. e murën, i dhan besën babait se kina mu kujdes për Jusufin a.s. Mirë po ato i banën kur dhe hodhën pos. Me njerë ju kujtu kjo ngjarje dhe nuk pranën të asë se si, që m'ja dhën djalin. Mirë po ato duke këmbgul, dhe djemtë, duke këmbgul se na do të me marr pa tjetër, se na duke shku me marr mall atje, do të pa tjetër me shku që me marr gru, ndërsa dije që drithrat gruri është sent elementar jetesës për me hangër. Edhe kështu, me menzi, më në fund Jakubi a.s. po pranon në dhën djalin e tij Benjaminin. Edhe pikëshllon, o bitë e mi, thot, mos hini për një dere
por hyn në për dyert të ndryshme. Thuhet se 4 dyert i ka pas pallati i mbretit ku ka qenë Jusufi alayhi salam. Ka qenë pallat i madh. Edhe për thot hyni në për disa dyert që pikëllon Jakubi alayhis salam, hyni në për disa dyert, mos jeni këtë bashkë që mos t'ju marrin sysh. Edhe ngjarën çka ndodh në vijim, do ta tregojmë inshallah në ligjëratën e ardhshme në të dielën e ardhshme. Allahu na falë dhe Allahu na mëshiroft dhe të gjithëve në xhenet na takoft. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.